Miq, do të flasim për Kosovën, për zgjedhjet atje brenda LDK-s. Çfarë ka ndodhur konkretisht ditën e mesotme me kuvendin që është mbledhur? Lumir Abdigjiku ka dorëzuar dorëheqjen, por nuk e ka dhënë. Si duket një marifet nisur edhe nga pyetja që u bëhet antarëve në momentin e votimit, pra të fletës, nëse jeni dakord për dorëheqjen e tij apo jo. Për të folur më shumë më mirë se me këtë dot tjetër për njohjen brenda LDK-s, kemi të ftuar gazetarin Faton Mehmeti. Faton, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje. Nuk ka në ndryshim Lul Basha i Kosovës, siç thoni ju, do të vazhdojë të jetë në krye të LDK-s. Pra do të kemi vazhdimsi, nuk do të kemi risi. Lul Basha 2.0, pra është përsëri do të jetë kryetari i LDK-s, ai thjesht nuk e ka pasur seriozisht asnjëherë, po ta kishte seriozisht do ta jepte dorëheqjen të parevokueshme, sepse dorëheqja nuk negociohet. Pra dorëheqja jepet si marrje përgjegjësisë për dështimin. Dhe zotëria Abdigjiku thjesht ka bërë një lloj teatri, po bën një teatr se edhe i shkon edhe për të luajtur si aktor, se ka edhe prototipin e ka të atill të aktorit, kështu që thjesht nuk e ka pasur seriozisht, thjesht LDK-ja po vazhdon një lloj, si thuash, teatri duke zhvilluar, përsëri do të jetë kryetar, kështu që ajo që është, si thuash, në gjithë këtë histori, është se LDK-ja prap po mbetet e njeriu i cili brenda vitit i ka humbur 2 pol zgjedhje, kështu që në këtë kuptim partia e tretë, LDK-ja prap do të mbetet përsëri e treta, me zotin Abdigjiku asnjëherë nuk do të rritet. Pra do shkoj në vazhdim, do shkoj më poshtë, jo më lart. Sigurisht edhe për mua është e habitshme se si partia e cila konsiderohet akademi për parti tjera, pra nisu nga njerëz cilët i ka brenda, janë, si thuash, nuk arrin të dalin prej interesave të ngushta meskine për të thënë fjalën e tyre atë, por po thjesht i nënshtrohen një njeriu i cili nuk e ka synim për me rrit partinë, po e ka synimin e vetëm për me rrit karrierën e tij. Dhe më shërby klanit cilin ai e përfaqëson. Kështu që në këtë kuptim nuk pres që të ketë ndryshim për shkak se zotëria Abdigjiku është kryetar aktual dhe ka favorin edhe për një arsye tjetër që kryetarët e degëve gjithë janë njerëz të cilët ky i ka emëruar. Në këtë kuptim është nonsens të besohet që ai nuk do të zgjidhet kryetar. Prandaj edhe votimi i fshehtë e bën, si thuash, pavarësisht se votimi i fshehtë është thjesht si një lloj fasade për t'ju thënë njerëzve që ja ne jemi Parti Demokratike dhe e bëjmë votimin e fshehtë, gjithsesi zotëria Abdigjiku e di shumë mirë që i ka numrat favoriti dhe unë pres që me 1% të lartë prap do të konfirmohet sekretari i LDK-s. Pra ajo duke edhe në momentin e hyrjes së tij që të gjithë u ngritën duke pritur me dorë trokitje, sikur po vinte nga një fitore, jo humbje, edhe vetëm Abdullah Hoti, Hikmet Bajrami dhe Arben Gashi, në mos gaboj, nuk u ngritën. Po puna e Hotit është fiktive, garimi i tij, pra? Jo, zotëri Hoti nuk e ka as mundësi ligjore për të kandiduar, se për të bërë kandidimin, spori zotëri Abdigjiku duhet të aprovohet dorëheqja e tij, gjë që nuk ndodh. Pra, nuk mundet të edhe në mënyrë procedurale të kandidohet. Po edhe nëse hipotetikisht do të ndodhte tek kjo, absolutisht nuk do të kishte gjasa zotëri Hoti për të zgjedhur kryetarin e LDK-s, jo vetëm zotëri Hoti, po në këtë konsultacion politik asnjë nuk do të kishte gjasa për shkak se gara është në disfavorshme. Sikur me zotrin Berisha ose me zotrin Rama del dikush në vota. Dihet se kush fiton, pra. Ose në këtë kuptim është thjesht një lloj satisfaksioni për të thënë që ja ne jemi parti e hapur etj etj, mirë, po realisht ky kuvend do të shënoj edhe një ndarje tretë besoj të LDK-s për shkak spritet shumë gjasat janë të mëdha që zotri Hoti me një pjesë të anëtarëve të mbështetësve të LDK-s që janë edhe anëtarë të LDK-s aktual të largohen nga partia, sepse nuk kanë zgjidhje tjetër për të qëndruar me një parti e cila vetëm sa po shkon nga humbja në humbje. Pra, ne në fund të dhjetorit, në bisedën e fundit që kemi bërë bashkë për vitin e kaluar, ju më shpjeguat qartë 3 klanet brenda LDK-s. Tani Abdigjiku vazhdon më tej, klani i Hotit është fraksioni pra që do ndahet në parti të re. Mbetet në brenda edhe Luta atëre. Vetëm Luta. Po, Luta është kameleon politik, ai përshtatet kushdo që të vijë kryetar. Pra është një kameleon, e ndryshon fytyrën sipas interesit.
kushdo që të vije kryetar ai është aty, thjesht i ka grupacionin e tij i cili e mban, mirë po nuk e ka asnjëherë guximin për të bërë kritika ose për të shkputur. Pra, është njeriu i cili nëse shikojmë qysh nga viti 91 gjithë kryetarët që kanë qenë LDK ju ka qëndru afër dhe ka përfitu, pra është një kameleon politik, luta dhe është më i zgjuar se tjerë, pra në kuptimin që përfitimit, dhe nuk ka një kauz të vetën, nëse mund ta quajmë kauza e vetëm e tij, në thojë apo them kauza është përqendruar gjithmonë në hierarkinë e partisë, pra për të përfituar. Këtë kuptim zotëri Urti, unë besoj që e ka një moral më të lartë politik dhe do ta ndjek rrugën e Hikmet e Bajramit për të dhënë ndërheqje edhe nga strukturat tjera të LDK-s dhe unë besoj që do të largohen nga partia se nuk ka asnjë alternativë tjetër. Po unë besoj që më e mirë që do të mund të zotëri Urti të bënte edhe të tjerë është që qëndrojnë brenda LDK-s me një fraksion me idenë për ta reformuar partinë, sepse në këtë kuptim partia nuk reformohet, po vetëm shkon duke u zhytur më thellë. Dhe është për to rruket që një parti e cila ka mbajt barrën e shtetërore për 20 vite në Kosovë ka rënë në këtë drejtë. Është e pafalshme se si një parti nga presidenti Rugova ka rënë në një parti të klaneve të disa njerëzve që realisht nuk përfaqësojnë as rrugovizmin, as gjë, as një vlerë të LDK-s, thjesht janë një grupacion politik e cili kanë qëllime të meskine për të qëndruar aty dhe thjesht për të marrë benefitet që i ofron partia. Por asgjë nuk i ofron. Përveç atyre që kanë fraksionin dhe mund të largohen për të formuar një parti të re, kishim dhe një kërcënim të qartë Veta Bixhiku që ata që nuk respektojnë vendimet e partisë së shumicës nuk kanë vend parti. Pra tani do vazhdojnë dhe përjashtimet, një parti që do bëhet edhe më e vogël. Pra edhe i bie që rrjedhimisht këta të shkojnë në vetvendosje ose në partitë e tjera, kështu që Kurti është ai që fërkon duar në fundit. Është vetëm një parti, unë besoj jo vetëm Kosovë, por edhe në rajon që i largon anëtarët e vet. Nuk ka një parti, nuk njeh spori në rajon, në vise shqiptare jo që i largon njerëzit e vet. Pra LDK ka filluar si thua këtë diskursin e përjashtimit qysh nga Vjosa Osmani. Vjosa Osmani kujtojmë se kishte sjell parti 200.000 vota. 200.000 vota dhe këta i larguan. Dhe çfarë thonin? Ne nuk na ka afruar asgjë Vjosa ne. Po kur dolën zgjedhja po që mbetën me 10%. Pra, unë nuk e kuptoj se çfarë mendësie kanë njerëz. Pra, këta jetojnë me një realitet tjetër. Gjithë qytetarët i shohin realitetin, këta jetojnë në një botë iluzione utopike. Pra, nuk e kuptojnë çfarë i duhet partisë. Partisë LDK-s duhen reforma. Duhen për t'i rikthyer njerëz që i largu, jo për t'i larguar edhe këta që janë brenda, se edhe ashtu pak kanë mbetur. Pra, me këtë logjik LDK zgjedhjet e ardhshme me shumë gjaz do të bie në 90%, se vetëm 12 tashmë ka rënë, gjasat janë shumë më që të bie në 90%. Dhe nuk pres që të ketë si thuash ngritje, nuk ka asnjë gjaz. Edhe për më tepër LDK-ja jo vetëm tashmë, por për një kohë gjatë nuk do të mund të ringritet. Për një arsye shumë thjeshtë, gjeneratat e reja tashmë që votojnë për herë të parë, ata duan diçka që si thua ju ofrohet diçka atyre, pra diçka konkrete. Ta zënë vetvendosja ju ofron trinjve, studentave bën pagesën e semestrave, të shkollimit, bën pagesën e partia në pushtet ka inercinë më shumë. Pra, qytetarët e ndjejnë si thua më të përfaqësuar veten tek një parti siç është vetvendosje se sa që është një parti tek LDK-ja. Dhe fatkeqësisht edhe këta anëtarë që kanë besuar që LDK-ja do të reformohet, tashmë si thua janë të dëshpëruar dhe pritet që nuk kanë asnjë alternativë tjetër përveç për ta mbështetur vetvendosjen, gjë që zotëri Kurti e ka kërkuar këtë. Prandaj zotëri Kurti ka qenë lojtar aq i fortë politik sa e ka kuptuar se ku është pika më ndjeshme e LDK-s dhe pikërisht aty ka godit. Kështu që është për të rruket që një parti, po themi, që ka mbarë mbi supet peshën shtetërore për 20 vite ka rënë në këtë nivel. Është e tmerrshme. Ka mundësi që zhvillimet brenda LDK-s të diktojnë edhe zgjedhjen e presidentit të ri? Ndoshta kjo çarje mund shkojnë një pjesë që mund ta votojnë, ndoshta një kandidaturë të mundshme të Vjosa Osmanit për herë të dytë, ndërkohë që sot në mos gaboj kishim edhe një shpallje kandidature.
një profesor Po, juridiku po, deklaroi që ajo është thjesht një kandidaturë në kuptimin që nuk do të mi post tashmë në nënshkrimet për të futur në mënyrë procedurale, gjë që nuk i ka. Gjithsesi, nuk është të thonur që Vjosa Osmani duhet ta votojë. Mjafton të qëndrojë në sallë. Po, sepse në rundin e tretë mjafton me shumicë të thjesht 61 vota, gjë që vetëvendosja i ka, mjafton që 80 pra të qëndrojnë. Unë nuk besoj që LDK-ja do të bëjë një gabim fatal që mos trinë sallë, se mos dosh Zoti, shkohet prapë në zgjedhje. Jeni të bindur që vetëvendosja do të kalojë mbi 60% bashkë me zonin Osmani, dhe këto vota do t'i merr 80% nga elektorati i LDK-s. Kështu që nëse bëj një gabim, nëse LDK-ja bën gabim fatal, mos qëndrojnë sallë, atëherë përfundimisht do të jetë si thua vendimi më fatal që e kanë marrë jetën e tyre. Dhe unë nuk dua të besoj që nuk janë kaq të vetëdijshme. Duhet se edhe nëse nuk pajtohen fare me Vjosa Osmanin, edhe nëse kanë kritika e tjera, po momentumi është i atill që është fryma është në favor të vetëvendosjes. Këtë kuptim këtë rëmuj duhet me i qëndru sa më të përgatitur, jo më shkapërder, sepse kur vjen fortuna dhe nëse nuk je unik, atëherë mund të jetë fatale. Në këtë kuptim, besoj që LDK nuk guxon s'poku LDK-ja, sepse gjithë qytetarët në mënyrë hipotetike nëse shkohet në zgjedhje dhe nuk qëndron asnjë prej subjekte opozitore në sand. Kritikat më të mëdha nga ana e zotit Kurti do të jenë pikërisht në LDK. Se zoti Kurti e di se vetëm aty merr vota, nuk mund të marr vota nga Partia Demokratike e Kosovës. Absolutisht. Atë elektoratin që ka Partia Demokratike e Kosovës 22% ata prapë do ta votojnë. Pra, ndërsa te LDK është më ndjeshme situata. Në këtë kuptim, LDK ka si thua për hir të vetvetes, jo për hir të Vjosa Osmanit, por për hir të vetvetes duhet me qëndru në sallë. Fatëm kam edhe diçka të fundit për ta mbyllur për incidentin që ndodhi me Kuranin. Javën përpara se mbyllej java. Ka shkaktuar reagime të shumta ka nga ata që e kanë parë edhe si ndoshta një dorë të zgjatur të Serbisë për të prishur bashkëtesën fetare edhe në prag të nisjes së muajit të shenjtë madhërueshëm të Ramazanit. Ju si keni parë të gjithë të ngjarjen? Ka vend për të dyshuar këtu? Realisht janë disa indikacione qysh nga pas lufta të bëjnë një retrospektiv shumë shkurt, qysh nga pas lufta qarqet ndryshme serbe, ruse kanë investuar në Kosovë jashtëzakonisht madhe, në veçanti në rritjen e fundamentalizmit islam. Pra, grupacionet ndryshme të cilat janë godit nga institucionet e Kosovës në bashkërendim me institucionet amerikane dhe ndërkombëtare, gjithë ato kanë qenë pra të paguara, të sponsorizuar nga qarqe serbe dhe ruse. Qëllimi i tyre ka qenë për ta paraqitur Kosovën si një vend islamik dhe për t'ju thënë fundamentalist dhe për t'ju thënë për ta paraqitur para botës si një argument se ja kujt i keni ndihmuar, ja çfarë shteti keni krijuar. Tashmë përveç kësaj është edhe një grupacion tjetër i cili duket që njëjta qarqe, pra serbe dhe ruste po luajnë me të dy polet. Pra njënë anë kanë investuar në fundamentalizmin islamik, tashmë po investojnë në krahun tjetër. Pra ideja e tyre dhe qëllimi kryesor është për të nxitur nga të dy krahët, si thuaç, urrëtie. Se deri më tani kemi pasur vetëm nga një krah. Dhe kjo ka bërë më pak dëm. Kur janë të dy krahët ose të dy polet të acaruar, atëherë është më se mundshme që të ketë edhe një konfrontim. Ne shqiptarët në Kosovë, në Shqipëri, jemi shquar si popull me një tolerancë jashtëzakonshme fetare. Dhe kjo është një vlerë e madhe e cila na ka pasqyruar edhe na ka vlerësuar dhe bota për këtë gjë. Këtë kuptim, kjo është e vërtet shumë e frekshme dhe unë pres që institucionet e Kosovës të jenë më të ndërgjegjshme, më të përgjegjshme për të bërë, si thuaç, hulumtime më të mëdha, për të bërë investime më të mëdha, investigative etj, për të zbuluar këta njerëz dhe për t'i sjellë para drejtësisë, sepse është ndaluar edhe me ligj nxitja e urrëties fetare. Kështu që djegja e Kuranit është e papranueshme, nuk është, si thuaç, në domenin e një shqiptari dhe nuk e paraqet vlerën e vërtetë një shqiptari,
ata janë thjesht njerëz të paguar, njerëz të nxitur nga tjerët për ta prishur për këtë bashkëjetesë fetare, gjë që na ka karakterizuar si popull jashtëzakonisht shumë. Kështu që për mua është shqetësuese, kam marrë edhe shumë mesazhe nga njerëz cilët më kanë thënë që lutem bëj diçka, paraqiti këtu, por unë kam ndërmend që gjatë javës tashme në televizionet të cilat do të flasim për këtë temë dhe besoj që institucionet e sigurisë të Kosovës të qarta që i kanë qenë njerëz të paguar që kanë bërë këtë. Sigurisht nuk ka asnjë dyshim aty, sepse një njeri që është fetar, pavarësisht cilës religioni përket, nuk e urrejnë fen tjetër, absolutisht. Po këta janë njerëz që nuk janë as katolik, as musliman, këta janë njerëz, po themi ateista në kuptimin e asaj që nuk besojnë tek Zoti, se po të besojnë vërtet tek Perëndia, gjë që është, si thua, vlerë universale, diversiteti, atëherë këta njerëz nuk i mirë, po këta janë njerëz të paguar nga të njëjtat çorçe që kanë investuar për 20 vjet Kosovë në fundamentalizmin islamik. Kështu që të njëjtat çorçe janë të njëjtit njerëz që e vron policin Muhamet Lika, pra nga fundamentalistët islamik, janë të njëjtit, por vetëm sa po ndryshojnë, si thua, po ndryshojnë varësisht nga pagesa që marrin, ndryshojnë, janë të njëjtë njerëz, pra nuk ose ka njerëz tjerë. Kështu që në këtë kuptim kjo është shqetësuese dhe besoj që edhe shpresoj që të jetë rasti i fundit, sepse vetëm këtë gjë mungo e kemi. Faton edhe diçka të lutem për rastin e dosjes Epstein që kanë dalë dokumentat e Shtetet e Bashkuara, përmend edhe emri Atifete Jajakës aty. Ka pas një reagim në mediat në Kosovë ose nga personat vetë për kontekstin asaj kohe që është përmendur? Jo, ende nuk ka se ka pasur, realisht media në Kosovë me të madhe duke marrë me kuvendin e LDK-s dhe me e çurinë e se si do të procedohet tashmë që janë shpall zgjedhjet, pritet që certifikimi i zgjedhjet të bëhet protonë nëse nuk do të ketë ankesë në gjykatë nga ndonjëri kandidat. Po rezultati me që ndodhet edhe tek zgjedhjet nuk është se ka pas në ndryshim madh të deputetët apo jo? Po jo, ndryshim të madh nuk ka pas, ndryshimi sepse të kujtojmë që partit nuk ose e kanë vjedh njëra tjetrën, e kanë vjedh brenda llojit, brenda subjektit politik, brenda llojit, brenda speqes. Po kush ishte Hajduti, kush rezultoi Hajduti më i madh tani? Edhe humbti më i madh. Po si thua, Pacharizi doli mbi 6.000 vota. Ai doli që më tepër kishte vota tashmë ka dalë më shumë vota minus sa vota që kishte, kështu që kjo është në sens i vet. Po ka ndalë edhe në LDK ka qenë njëri mbi 1.000 votë, tashmë minus 1.000, edhe mund të qenë një kandidat tjetër në vetëvendosje, mirë po Fadil Pacharizi është kampion, pra kampion është nga Partia Demokratike e Kosovës, ai cili ka dikun afër 7.000 vota minus nga rinumërimi që është bërë. Faton, për të gjitha që diskutuan, faleminderit shumë. Faleminderit juve.